Më 25 tetor 1960, regjimi ekzekutoi 53 persona në Isfahan. Nga këta 53 veta, 3 ishin antar të familjes sime. Nëna ime është Efat Khalifa Saltani, babai im është Duremor Teza Shefahi dhe vëllai im është Maid Shefahi. Babai im ishte mirë. Nëna ime ishte shtëpiake. Babai im është në njërin prej tyre. Ai ishte një nga mjekët më të njohur të Isfahanit dhe një nga tiparet për të cilat njihej shumë ishte se nuk merrte asnjë pagesë për trajtimin nga të varfrit dhe ata që nuk kishin gjendje të mirë ekonomike. Në atë kohë isha 8 vjeç. Shtëpia jon, pasi u mbyllën shtabet e organizatës, u bë vendi i mbledhjeve dhe takimeve që organizoheshin. Ne ishim në shtëpi. Unë, babai dhe nëna ime ishim në shtëpinë tonë kur dikush trokiti në derë dhe pastaj pastarët u futën brenda, dhe ajo ishte në fakt hera e fundit që e pash baban tim. Ishte mesditë, unë isha duke thjetur, papritur dëgjova nënën time duke thirrur. Ai tha se ishte diçka. Pastaj, kur u zgjova, pash që nëna ime ishte aty dhe disa prej këtyre pastarëve, disa prej tyre. Në fakt, vajzat e Muavijes ishin me shami në kokë dhe një ose 2 pastar të tjerë ishin aty duke qëndruar, dhe nëna ime më tha që ata po thonë se duan të marrin. Për gjysmë ore kemi një pyetje dhe do të kthejmë prapë. Më tha që ashtu siç nuk e kthyen babain tënd, as mua nuk do të më kthejnë. Aty e kuptova që po e çonin nënën time për ta ekzekutuar. O atë ditë, ose disa ditë më pas. Unë që isha në shtëpinë e fëqinjit ton, erdhi Maidi. Maidi erdhi. Te dera e shtëpisë, Maidi në atë kohë ishte 16 vjeç. Më pyeti çfarë ka ndodhur dhe unë i thash që kanë marrë mamin dhe babin. Kjo ishte hera e fundit që e pash vëllain tim. Pastaj, pas një periudhe, xhaxhai im që atëherë banonte në Shiraz, erdhi dhe më mori në Shiraz. Një ditë e pash që ishte shumë i shqetësuar, shumë i trazuar dhe ishte në shtëpi në një gjendje të çrregull, ndaj e pyeta. Pa pritur, pa asnjë hyrje, i thash që baban dhe maman time i kanë ekzekutuar. Megjithatë, po. Ja ku e kuptova unë. Ata i kanë ekzekutuar. Pastaj, në atë kohë, nuk e dija se çfarë dite ishte saktësisht, pra në cilën ditë ishin ekzekutuar, por momenti kur e kuptova plotësisht dhe tërësisht dhe shumë qartë, ishte kur një nga shokët e mi më dërgoi një klishe të gazetës informata të asaj kohe, ku shkruhej qartë se 53 antar të kadrës së mujahedinëve në Isfahan ishin ekzekutuar, dhe aty ishin të përmendur qartë edhe emrat e babait, nënës dhe vëllait tim. Numri 17, nëna ime, Ifet Khalife Sultani. Numri 23, Maid Shafahi dhe 24, Morteza Shafahi. Një nga akuzat ndaj babait tim ishte se kishte ofruar shërbime mjekësore për të plagosurit e mujahedinëve.